Përshëndetje, long time no see. Sa u bë nga video e fundit ku kam dalë unë, diku te 2 javë. Duket kohë e mirë. Është ftohtë siç mund ta shihni, ose le të themi për mua është ftohtë. Po jo, mos gënjem ka sa është ftohtë për gjithë. Se fundi jemi në nëntor, kudo është ftohtë tani. Unë isha piva kafen me Dajen dhe me Kelin. Si u bëj drita. Po mendoj gjithsesi të blej një kafe për kështu makinet kafe për në shtëpi se më duhet. Edhe po shiva pak në Amazon, kishte ca oferta të mira. Por ndoshta pres Amazon Prime-in për ulljet, çajm ato, kështu që. Unë skincare-in e bëra, sepse siç thash hëngra dhe mëngjes, por s'kam vënë kremin e diellit. Dhe unë kremin e diellit e vej gjithmonë shi, borë, breshë për diell. Është thjesht diçka që më ka thënë çdo dermatolog që kam patur, dhe me gjitha është vetëm një gjë besoj që me të cilën bjen dakord të gjithë njerëzit në kudo, dhe rrjetet sociale dhe kështu që në një orë. Unë këto ditë që s'kemi pa, kam pasur gjëra për të bërë, se zyrtarisht ai sa quhet sezoni u mbyll tek restoranti Dajes, ku punoj para dite, dhe kam punuar thjesht një ditë ose 2 ditë në javë tek Aroma, te restoranti jon, kur ka pas nevojë për një dorë ekstra, po i thon. Përndryshe jam marrë duke kërkuar punë në profesionin tim. Kam filluar të merrem pak me shtëpinë dhe faktikisht ka disa gjëra që duhet blej, edhe tani do e marr me vete dhe shkoj te BM-ja, se duhet blej një organizer të vogël. Sepse pak duhet të ndryshoj ca gjëra, por nuk duhet bëj ndryshime shumë të mëdha drastike. Përveç faktit që mua pëlqen kjo shtëpi, pronari kur ja kemi bler, gjatë duke që ishte shtëpi e rreduar siç duhej, shtëpi me stil italian, sepse ish pronari ka qenë italian. Kështu që mua më pëlqen siç është. Por nuk kam një make-up vanity nga ato tavolinat e make-upit, themi drejtën, dhe duhet ta rregulloj në mënyrë të tillë që mos t'i kem shumë rëmu enët make-upin, dhe prandaj duhet blej një nga ato gjë tjetër kaj. Që kur hyn e ndryshova se këtu e kam pas më parë, po tani kam vënë pasqyrën këtu, dhe e kam gjithë make-upin gjërat këtu. Dhe du t'i ndryshoj, ti vet diçka tjetër, se nuk du që të rinte kjo qesja, këto du t'i ndryshoj çik më shumë, se është pak rëmuj për shijet e mia. Ajo pjesa më duket dhe pa të thënë që kësaj pjesës këtu thjesht do t'i vend ndonjë lule atje kaq, se pjesa tjetër këtu është okay, nuk është se më bezdis shumë, okay, du të lëviz ata, po janë projekte afatgjatë. Siç ju thash pak nga pak, edhe do rregullojmë gjërat, nuk du të nxitohem. Se edhe gjëra më të mira dalin dhe ulem andej, du të zbuloj këtu marketplace, gjëra ka parasysh si treg ku shiten gjëra dhe të përdora, po që t'in të mira. Do të merr çup, se është ftohtë. Mos ta harroj. Ky është me këto gjëra marr, du të merrem tani. Sërsa deri tani jam marr me unë për të punuar këtu në Angli me institucionet ndryshme, për shembull në spital, apo të bëj private tutor, nëse të merrem me nxënës, nëse gjëra të tilla, për të punuar këtu, më duhet DBS quhet, që është ajo për të dhënat kriminale, a kam apo jo. Kështu që duhet të plotësoja formularin e gjë, edhe sot merrni përgjigje që normalisht është çdo gjë okay, edhe duhet vi certifikata, dhe pastaj është super okay punoj. Pastaj jam marrë dhe duhet të ndryshoj patentën, duhet të kthej patentën italiane. Okej, më thanë që kam të drejtë të përdor një vit rresht atë që kam, por thash jam ta ndryshoj, do 3 javë të vi, pse të rri sa ndej këtej, pastaj duhet bërë një herë e mirë, edhe do merrem me atë. Do të thonë jam marrë me atë, po pres të më vi. Këto janë risitë e mia. Mirëmëngjes nga postacioni i ri. Ajde pa mëngjes në saktë. Thaja i një, pastaj do haun, se do gjithë vëmendje. Prandaj përgjigjesh. Po them postacioni i ri sepse kam ndryshuar një aty që këtu te kuzhina.
Por gjëra kryesore pse se vini re kam ndryshuar kafen, kafe tani është atje ku duhet të rri, më në fund të çonë në vendin e vet, e hoqëm të tavolinën që ishte këtu ingombrante, ishte zinte shumë vend, dhe tani ka lezet atje ku është, te soba domethënë aty. Flokët e mi janë kështu sepse i kam pasur gyshet gjithë natën dhe janë skidhur, sepse pasi lava e tash të bëj gyshet, janë skidhur dhe kam loshuar. Janë loshuar. Ha. Edhe kemi liruar goxha hapësirë tani për arbër që si fush futbolli, le shoqë së toj. Prandaj ne vëmë tavolinën në anë edhe nuk i kemi më në mes të gushinës. Pastaj kemi ndryshuar disa gjëra të tjera dhe mbi të gjitha kemi krijuar një pantry stil amerikan. Po mama, një minutë. Është aty mbrapa, ajo aty është për gjitha pantry, kemi shpërfituar gjithë gjërat e mundshme shqyr zotit, sepse s'po kisha më hapësirë. Për zotin i kisha më hapësirë edhe... Si kemi iden, sikur kam hyrë në shtëpi të re, shqyr zotit, kisha kohë që duhet ta bëja. Një dritë e bukur këtu te kuzhina ime, që tani në mëngjes, nga dritare këtu që është fantastike. Dhe kjo më kujton diçka tjetër. Ora! Ti tërgoj. Nëse bani më të pikturën e famshme, kam vënë tavolinën e bukës, mëngjes tani. Këto shekët akoma s'kan mbaruar. Të jemi sinqert, duhet të mbaronin që nuk e mbaj mend, por s'kan mbaruar akoma. Edhe atë e bëha bukë më gjithë. Se disa e mbani mend, patur s'kemi pas abazhur dhe kemi vënë abazhur. Mbase nuk dallon, është sigurt që s'e dalloni, por është shumë i bukur, ka disa si ciza, të më thonë jo ciza siç mund mendohet. Jo në sensi që ke parasysh si veshim në glitter gjëra të tilla, por që e bëjnë me vërtet shumë të bukur. Drita mund të nivelohet, mund të jetë ftohtë, mund të jetë shumë e ngrohtë. Unë personalisht kam zgjedhur të ngrohtën, bashkëpunëtori më thotë që bën më shumë dritë ftohta dhe mbas është vërtet nuk e di, por më vret shumë syt, kështu që mbas është vërtet, por e ngrohta është shumë e bukur. Në darkë jep atë idenë e cozy, është me telekomand, gjithashtu mund të bësh edhe muzikë nëse do. Është nga arbërit white noise, s'është edhe më gjumit. Edhe më pëlqen më vërtet shumë të bëj një punë masive gjatë javës. Do kamerën. Ashtu. Shtype dhe njërë më duket se shtype mirë. Bravo, ndimë të më njërë më që për të bërë kafën. Shumë bukur. Te ke që e këse kafe dhe se pullim i vogël të talon. Është të fesë. Mami, pës kemi vënë filxhanin. Ku është filxhani? Kapi pak luta. Bravo. Voila. Voila. Ha, je i kënaqur me punën që bëre? Ha? Po, do e marrim këtë drejt. Jemi të vendin e preferuar në bibliotekë. Nuk fjeti paradite, nuk e di që fati. Më ka ndodhur 1-2 herë. Është çik herë që të kaloj në vetëm një gjumë, por thjesht nuk do të flinte dhe të jemi sinqert nuk mundova fare. Sepse ndryshe thjesht do qante, kështu që tash hajde do dalim, vajtë morëm bukën, u veshëm, u bëm gati. Kemi veshur të dy shumë bukur. U bëm gati, erdhëm në bibliotekë. Unë e le të lirë, do të rria hecëm. Edhe kënaqet. Është s'mund ta finjoj goxha tjetër, kështu që rrihet mirë. Këto momentet e tilla, do kujtoj kur të rritet pastaj do mos doj më të rri me mua, por shumë vërtet. Shumë bukur. Edhe ky përveç se ka shumë libra ky vend, ky biblioteka normalisht, është një vend ku rrihet në vërtet shumë mirë. Dhe arbërit që zakonisht japin libra këtu, edhe si për shembull sot i dhan një broshur, edhe po e lexon edhe për lofta. Tani hëngri dhe diçka për snack. Edhe por një nga gjërat që kam bërë është live furçat, edhe kam kuptuar që nuk kam shumë. Nuk më mjaftojnë. Okej, këto kam atan edhe këto, po nuk kam shumë edhe duhet blej të reja, kështu që po shikoj këto i porosis diçkat që janë të mira. Këto i kam porosit të shenjë këtë, edhe këto, edhe këto, edhe këto. Disa këto të cesat duket diçka e tillë i kam marrë në Itali. Kështu që një nga blerjet e mia të radhës do jem pikërisht furça të reja, sepse duhen la shpesh, edhe ndërkohë që i la nuk mund të përdorësh një 2-3 ditë. Dhe kam kuptuar që duhet jenë pastra se nuk është okay për këtë lëkurë kaq delikate që kam.
Diçka që s'mendoja kur e mundur, unë të dalë me këto lloj shapkash. Por, do shkoj thjesht te supermarketi, që është afër, dhe janë të rehatshme sa për të dalë te supermarketi, dhe pastaj do ikë te shtëpia Dajes, kështu që janë super rehatshme, ndonjëherë nuk kam pse të bësh ç'i quhet, atlete, kur janë gjëra që kam për të bërë veshunta 5 minuta, 10 minuta në kam. Jej. Erdhëm këtu te B&M. Okej, pse është B&M? Për çfarë qëndron? Hello. Atëherë, gjërat që bleva te ai dyqani është te ky i Got to Be's, që është për vetulla, ta vaj që tani direkt. E pas ati ishte thjesht 3 pound. Supozohet ti mbaj të krehura dhe në vend. Okej. Thot nuk ndjehet kështu, ka parasysh nuk ta le atë ndjesin si gjel, apo ku e di unë nuk ta than keq. Është freskues, domethënë është i ftohtë. Unë nuk e se kam nevojë për ndonjë punë të madhe të vetulla, thjesht do t'i kre dhe që të qëndrojnë kaq. Të më drejtë nuk e se bëj ndonjë punë të madhe me vetullat. Për shembull, kaq për mua është okay, për shumë tjerë ndoshta jo, unë thjesht do t'i kre, dhe jam kurioze tani sa do zgjasim. Shtora 2 qërek. Bleva. Ta. Se do të bëj një lam, një dritë, se s'kam këta dhe du të avë këta. E marrë 10 pound këta. Marrë këtë stolin, të ullem aty ku bëj make-up o skincare, sepse s'kam këtë ullën, dhe thjesht më dojë diçka. Shpejt. Shamu dhe elastiket për flokët, kapët, gjërat, se jam bërë një dërë lëmshi, realisht aty një rëmuj për parë. Edhe kjo këtu që thot për te që kur po prosën rrobat, po kështu gjëra, jam kurioze të shoh si funksionon kjo. Nuk e mora ato për make-upin, si që thash, sepse do e prosis në Temu. Nuk më pëlqeu asnjë gjë që ishte aty, kështu do e prosit në Temu. E montova këtë. Thjesht duhet i gjej një duhet se po bëj një rrugë. Duhet i gjej një vend ku ta vë, sepse tu është pasqyra. Tu është kjo. Dhe duhet i gjej një vend. Tu është e tepërt, e rëndon shumë vendin, këtu atë duhet ta vë aty, kështu që nuk qëndron aty. Thjesht do t'i gjej një vend. Por pak tani kam dhe tani jam me vonesë, duhet e kuros diçka për të shkuar në punë. Kjo është i gjitha çka kisha për të bërë për sot. Ditët në vijim do merrnim akoma me gjëra tjera. Dhe gjithashtu siç thash, sapo porosita dhe nga Temu, gjeta një gjë që më dukej mjaftueshme me hajrit për këtë hapësirën këtu për t'i mbledh gjithë këto gjëra. Kështu që sapo të vi normalisht do i gjeni tek vlogu i radhës. Shpresoj mos vonohet themi drejtën, sepse një herë kam bler tek Temu në Itali dhe eksperienca ime me vonesën ishte e tepruar, acarove, më vonua një muaj. Për diçka që të themi drejtën nuk e di a keni bler ndonjëherë nga Temu, po ajo që kisha unë, kisha porosit 2 gjëra. Ato të dushit më mbajtën, një kisha porositur për të mbajtur kputuce gjëra, ajo më prish, nuk mbajti asnjë gjë si përfundim u hall, nuk e përdor asnjëherë. Nëse fundi ishte diku më pak se 20 euro, por sido që të jetë eksperienca u la dhe unë nuk kisha negative, domethënë, dhe unë kisha bler më tek Temu, por pas review të mira për atë gjë, të shohim, shpresoj kësaj herë t'ja kem qelluar. Kjo është për sa i përket arredimin shtëpisë për momentin, domethënë vetëm kjo hapësira, se do shkoj me hapësira. Gjithsesi, për atë pjesën atje, cepin atje, pash një bookshelf, një kështu për të mbajtur libra, e mrekullueshme. Po e pash po nga Temu dhe nuk më bindin, siç thash, kam traumën asaj herës parë, që nuk më bindi, kam hall mos prishet. Po pres në vi kjo gjëja tjetër, ndoshta ndryshoj mendim. Përndryshe do e kërkoj në ndonjë dyqan, se më pëlqeu, ishte si punë pemë që ndahesh kështu. Edhe më duk ideal me tonalitetet e asaj aty si ngjyrë druri, siç është tavolina, më duk ideal për atë pjesën aty. Kështu që për atë duhet kërkoj, nëse se gjej kështu, ose nëse e gjej tepër të shtrenjtë për mendimin tim, atëherë do e marr nga shenjë, duke shpresuar që të shkojë të gjë mirë. Dhe për t'ju përgjigjur pyetjes që akoma marr, gjën si ndjehesh në Angli, a u mësove, edhe normalisht ka dhe shumë persone që më thonë që të ka hija Anglia, i zbukurua gjëra të tilla. Për të mësuar, unë mbusha këtu 6 muaj e 1 javë,
Dhe për të mësuar mendoj që është herët. Do i them një gjë që po bisedoja me dajen time. Realisht mund të duket pak si e çuditshme që do e them, por nuk e prisja të më merrte kaq shumë malli për familjen time, sepse unë kisha vuajtur distancën me partnerin dhe mendoj se pas 6 vitesh, më shumë se 6 vitesh, isha mësuar dhe e përballoja më mirë. Dhe mendoj që ndoshta është herët të përballoja akoma distancën me familjen time, me jetën që kisha, më merr malli shumë çdo ditë, ndonjëherë temase shumë, por shqyr zotit janë telefonat. Ndonjëherë jo që s'më merr malli shumë, por jam pjekur, siç po thoja, ja thash dhe dajs, kam arrit në atë pikë që ndonjëherë nuk duhet ta luftosh diçka. Duhet i përshtatesh. Unë duhet kam vendosur që të përshtatem, të bëj çfarë është mundur në dorën time që të krijoj jetën këtu, që të krijoj jo vetëm thjesht jetën, por që të krijoj një ambient që është imi, një ambient të përshtatshëm për mua, për shëndetin mendor timin, për shëndetin fizik timin, për shëndetin emocional timin, dhe kjo gjë, më besoni apo jo, më ka qetësuar. Malli është prapa ty, mungesa është prapa ty, por më ka qetësuar si gjem. E pak e nga pak mendja ime po e kupton që nuk duhet ta luftoj, sepse unë tani më u transferova këtu. Unë tani më duhet ta fus në mendje që kjo është shtëpia ime. Ky është vendi ku unë do ndërtoj familjen time me bashkëshortin tim. Dhe kjo gjë pak e nga pak po bëhet më lehtë për ta pranuar. Malli do jetë gjithmonë aty, por shqyr ka mundësi që të vinë ata, të shkoj unë. Është çdo gjë më e lehtë, nuk janë siç është emigrimi i viteve 2000, domethënë para se të hapishin vizat, pastaj jemi mundësi tjera, është nëntësia italiane, çdo gjë tjetër, kështu që çdo gjë është më e lehtë, duhet thjesht të dish, të ndërtosh. Siç u thash, ato 4-5 muaj të parë isha e humbur. Thjesht kisha nevojë të gjeja veten time, të gjeja mindsetin e duhur, të filloj të krijoj hapësirën time. Jam e qetë, jam e lumtur. Tani mendoj që nuk ka asnjë person që nuk ka gjëra që prapsi ka për të arritur, ka për të bërë. Unë po përqendroj shumë të jap akoma më frymë identitet shtëpisë ku po rritem, të jap ku po jetoj, të jap identitetin e shtëpisë që kisha, ku isha arritur, që më formoi si gjen. Po përqendrojmë shumë të gjej diçka në profesionin tim ose të ngjashëm, po dal duke njohur sa më shumë njerëz, pak e nga pak, po ndërtoj, po rritem, po e bëj time. Çdo gjë bëhet. Mund t'ja dalim, edhe mbi gjitha nuk jam vetëm, kam bashkëshortin tim, që sinqerisht nuk e di, ka qenë një drit mes të rësira shumë raste. Kam vllajën, motrën, një mesazh away, kur i thon prindërit e mi që ditë për ditë më marrin ose i marrin telefon. Nuk jam vetëm, kam shumë njerëz, edhe ky është mesazhi që do doja të merrnit. Nuk është emigrimi siç ka qenë. Është dhe një nga arsyet pse unë nuk dua të ikë në një shtet larg Europës. Dua të jem maksimumi, më falni, duhet të jetë maksimumi 2 orë e gjysmë, 3 orë larg me avion. Nuk dua të shkoj jashtëzakonisht shumë larg. Kjo një nga arsyet është pikërisht familja. Ne shqiptarët jemi të rrënjosur me familjen dhe nuk dua. Dua që dhe fëmijët e mi ta kenë këtë frymë, të kenë afër një kushëri, një gjyshër, si të nga ana ime, si nga ana burrit tim. Kështu që ky është vendimi që kam marrë, ose kjo është pika ku kam arritur për momentin. Nëse do ndryshojë ndonjë gjë, do ju them. Edhe do aggiornohemi në videon e radhës për ndryshime të reja, për gjëra të reja. Deri atëherë, ju dhe unë dëgjoni sigurisht, jemi në vlogun e radhës. Paqim.